Pavarësisht të masave të shtuar për parandalimin e kontrabandës nga doganat dhe policia e Kosovës në pikë kalimin e përbashkët me Shqipërinë, tentativa të përkalim të mallrave të padeklaruar vijojnë. Gjatë kontrollit të zhvilluar ditët të fundit në pikën e kalimit kufitar të Vërmicës, zyrtarët doganor të Kosovës në bashkëpunim me policinë kufitare kanë zbuluar 3 raste të reja të mallrave të padeklaruar nga udhëtar që hynin në Kosovë nga Shqipëria. Në rastin e parë janë gjetur 327 copë folje mbrojtëse për telefona të fshehura në bagazh dhe në gomën e rezervë të automjetit. Në rastin e dytë janë zbuluar produkte ushqimore dhe vitamina për kafshë pa dokumentacion përkatës, ndërsa në rastin e tretë janë gjetur kamera dhe mbajtëse statike për kamera të padeklaruar në kufi. Në të gjitha rastet, mallrat janë ndaluar përkohësisht dhe janë iniciuar procedurat për kundërvajtje doganore në përputhje me kodin doganor dhe të akcizave të Kosovës. Kujtojmë se vetëm një ditë më parë, zyrtarët doganor të Kosovës kishin identifikuar edhe 3 tentativa të tjera për futjen e mallrave të padeklaruar në territorin e Kosovës përmes të njëjtit pikë kalim. Dogana e Kosovës u bën apel qytetarëve që të deklarojnë mallra gjatë kalimit të kufirit për të shmangur ndryshkimet ligjore dhe procedurat administrative. Gjatë pavarësisht kontrolleve të vazhdueshme të masave parandaluese, fenomeni i kontrabandës vijon të mbetet prezent në kufirin Kosovë-Shqipëri dhe anasjeltas, duke treguar se përpjekjet për ta ndaluar kërkojnë ende angazhim të shtuar dhe bashkëpunim të gjerë ndër institucional.